Kam qenë. A ke qenë asje mo, a? Jo, jemi okay. Sajti i tyre në internet më nuk është i qasshëm. Universiteti i Prishtinës ka dërguar një email për studentët të cilët ftohen të bëhen pjesë e ceremonisë së ndarjes së çmimit Alumni Nderi i Universitetit të Prishtinës për presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Çmimet që këta të dy pritet i pranojnë nesër, pra në kulm të fushatës zgjedhore, ndohen nga një organizatë për të cilën nacionali ka kuptuar se nuk kanë as bërë drejtues, as drejtor, dhe se askush nuk e di kush vendos. Ani pse në statutin e kësaj organizate shkruan se vendimet i merr bordi. Ish-drejtoresha Gjylbehare Llapi në një prononcim për Gazetën Nacionale ka treguar se ajo nuk është më pjesë e organizatës dhe se nuk e di se kush i merr këto vendime. E posh me një dokument që ju jeni drejtoreshe kësaj organizate Alumni UP. Kam qenë. A ke qenë asje mo, a? Jo, jemi procedura me Universitetin e Prishtinës, do me thonë krejt me u bërë ata, se kanë qenë më herët, po ata s'kan pas stav deri tash. Me thonë drejtën e natave të bërë, kështu ka skatu mandati, apo den? Edhe kanë bërë tash rektori me prorektorën, kanë marrë vendimin se u dosh mrena, do me thonë, universitetit që ka pëdion, edhe kanë caktu një person, pa nuk ka tregu kush është caktu, nuk ka tregu që ka më majt një takim, do me thonë prorektoria, po për detaje nuk ka tregu, ama nuk është që përja japone, se unë s'jam unë jam të kajtje, kjo komplet i kalon u përja tash, po. Okej, në rregull. Nuk e di, do me thonë vish prej media që pash ka kanë midhon që kanë midhon. Okej, në rregull. Gazeta Nacionale ka kontaktuar edhe rektorin e Universitetit të Prishtinës Arben Hajrullahu për ta pyetur nëse ai e di se kush ka vendosur që ta nderoj Kurtin e Osmanin në kulmin e fushatës zgjedhore, por ai ka qenë i paqasshëm. Emaili skandaloz i Universitetit të Prishtinës. Universiteti i Prishtinës ka lëshuar një email skandaloz në drejtim të studentëve në të gjitha kuptimet. Aty përdoret gjuhë militanteske, ku Kurtit nuk i përshkruhen përgjegjësitë ligjore aktuale, por sikurse në komunikatat e vetëvendosjes ai përshkruhet vetëm si kryeministër i Kosovës, ndërkohë me ligjet në fuqi, maksimumi Kurti është kryeministër në largim ose detyrë. Në email, Kurti e Osmani thuhet se e meritojnë këtë çmim për kontribut në ndërtim dhe përfaqësim të shtetit, i cili është burim frymëzimi ndër gjenerata, duke shkalluar kështu në gjuhë përtej komunikatave partijake. Kush e financon këtë organizatë? Në ballinën e kësaj shoqate, organizate, e cila ishte aktive deri sot, si dhe në statut vërehet se shoqatën e financon USAID-i, si dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Me ardhin e pushtetit Donald J. Trump, USAID ka pezulluar shumicën e fondeve, rreth 83% të tyre, në mbar botën. Pra, shoqata i bie se aktualisht funksionon me fonde të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Pra, nën urdhrat e ministres në detyrë Arberie Nagafci. Pra, shoqata që financohet nga Nagafci po e dekoron Osmanin e Kurtin në Universitet të Prishtinës në kulm të fushatës zgjedhore. Pas raportimit të Nacionales në lidhje me këtë organizat, sajti i tyre në internet më nuk është i qasshëm. Çka thuhet në statut të organizatës? Në nenin 1.4 të kësaj organizate thuhet kështu: organizata nuk do të bëjë shpërndarjen e çfarë do të ardhurë neto ose fitimi si të tillë për asnjë person. Pasuria të ardhura dhe fitimet e organizatës do të përdoren për të mbështetur qëllimet jo fitimpruese të organizatës dhe nuk do të përdoren për të krijuar përfitime të veçanta individuale, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo tërthorazi për asnjërin nga themeluesit, drejtorin në punësit, ndonjë antar të organizatës, ndonjë të punësuar apo donator të OJC-s. Megjithatë, dhe këtë është e vërteta e këtij, pagesat e kompenzimit të arsyeshëm për këta persona mund të bëhen për punën që këta persona bëjnë për organizatë, pra paguhen.
Në statut gjithashtu përmendet se burdi është trupi i cili e ka në duar vendimarrjen. Ndërkohë, siç mësuam, kjo organizat tashmë nuk ka bërd, as drejtor. Pra kurti nesër në mes të fushatës pritet të nderohet nga një organ a organizat e cila është krejtësisht fantome dhe atë në emër të Universitetit të Prishtinës.